Gazetari investigativ Artan Hoxha është shpall non grata në Greqi. Për të folur mbi këtë vendim, kam të ftuar në një lidhje direkt avokatin Doj Pjetra. Zoti Pjetra, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Zoti Pjetra, si e shikoni këtë vendim të Greqisë për të shpallur non grata gazetarin Artan Hoxha? Po, vendimi është, për ata është i drejtë, neve s'na pëlqen. Tani, jo se të themi vërtetën që nuk i te i kalojnë gazetarë, që të flasim një realitet. Në Shqipëri, hetimet në Shqipëri i bajnë gjithmonë mediat, nuk i bajnë as prokurorët, as gjyqtarët. I bajnë vetëm veprimet pra të gazetarëve që nxjerrin, shpikun dhe bajnë veprime që e ranojnë akuzën ose e lehtësojnë akuzën e palëve. Nërsa lidhje me tanin, aja është një shtet grek, ka cenu pra momentin të Greqisë, mos të harrojmë se ne kemi akoma një ligj lufte, nuk e kemi heq akoma ligjin e luftës me Greqinë, dhe kjo do thot shumë për Artan Hoxhën e për gjithë gazetarët tjerë, sepse nuk mundesh ti të bash çat dush me një vend që akoma nuk ke disa marrëdhënie normale, i ke anormale. Dhe ata shohin më larg se këshe Artan Hoxha ose çdo gazetar në Shqipëri. Pra Greqia, pra varet tani dhe arsyen se për të fol diçka më konkrete duhet kesh edhe arsyen pse Greqia ka kryer një veprim të kësaj natyre. Derisa nuk e kemi, po ne mendojmë se Greqia kot nuk e ka bë një fakt të tillë dhe një veprim të tillë. Pra e ka bë sepse ka ranu pozitat e atij shteti, pra. Çka do thotë që për mua është i drejtë vendimi i tyre. Avokat, si shpjegohet që Greqia mundet të shpall non grata, po themi gazetarët tanë, edhe ne nuk mundemi që mos marrim masa ndaj disa personave që janë në Shqipëri dhe mbrojnë interesat e grekëve? Atëherë na që të kuptojmë saktë, jo pa qëllim e përmenda, gazetar në Shqipëri ka pak, persona që hiqen si gazetar ka shumë. Dakor? Mjafton kjo që po them për të kuptuar që jo të gjithë janë gazetar ata që marrin rrogën si gazetar. Dhe tani gazetari, qoftë Hoxha, qoftë Lala, qoftë do kokratira si thonë, e kanë te i kalu, pra te i kalojnë pozicionin e gazetarit. Sepse gazetari duhet që t'jetë shumë i mirë informuar, me prova, me fakte për çdo lloj veprimi që ai ban publik. Ndërsa sot në Shqipëri, gazetarët e degenerojnë figurën e çdo deputeti, çdo ministri, çdo qytetari, vetëm e vetëm për një vlerë fare të vogël, interesa ekonomike krejt zero. Kështu si po e thoni ju, duket sikur faji i gjithë Shqipërisë janë gazetarët e nuk janë politikanët. Jo, nuk jeni u kuptu fare, sepse çfarë them. Nuk janë gjithë këta gazetarë që marrin rrogën, nuk janë gazetarë. Marrin rrogën si gazetarë. A je i zotit ti evidentosh gazetarët në Shqipëri. Jo të futsh emra gazetarë, se janë femna të bukura, dhe hajde puno gazetare, merri rrogë si gazetare. Këto kanë ndodhur në Shqipëri, dhe ndodhin, dhe kanë për të ndodhur. Po flasim për gazetarë që kanë vite në punë, kanë mbi 30 vjet eksperiencë. Dakor, mund të kesh vite, po tani, në qoftë se ti do ta dish edhe opinionin e popullit për Artan Hoxhën, ose për këto gazetar këtu, ta bëjnë në majet gishtave dhe ta gjejnë se çfarë gazetarit është, ku janë interesat e tyre dhe pse janë. Pra, qoftë Artan Hoxha, qoftë ai gazetari tjetër, qoftë tjetra, pra janë vu në shërbim sa herë të bandave kriminale në Shqipëri. Për lehtë e tyre që kanë marrë. Të se dim apo? Po e dim, por nuk ka nevojë fare, nuk ka bë hetim kush, pra ne nuk e dini. Se të kishin bë hetime, do delnin. Cili gazetar mund shkojnë me hy, ashtu si pretendohet ata që fola me këtë, bani këtë, e merr vesh ma par gazetari se do vritet filani, dhe atë kam thënë se do vritet. Pra në këto momente, duhet mendoj mirë që SPAK-u ose institucionet e ligjit duhet të hetojnë të çështje.
ku i more vesh më dha, ishe palë. Ti mos ke shku për spionu, si gazetar, ke shku atje, ke pas spionazhin aty, i ke thënë ati do të shkoj me taku, kur ke shku me taku i ke identifiku, ka sa dush rast e kësaj natyre. Kështu punojnë gjithë bota, jo vetëm Shqipëria. Nërsa, për sa i përket për mu, nëse do në nimin tim personal, edhe për këtë rast, dikush pra janë prek interesat e dikuj, po këto interesa janë prek kundrejt pagesave, nuk janë prek pa pagesë. Çka do thotë që ti ke cenu për interesat tuaja ekonomike, ke cenu interesat e një shteti. Pavarësisht a Greku, a Kinezja, a Afganistani, a kush do të jetë. Nuk ka rëndësi. Mos kujto se kot funksionon. Shteti më i mbaruar në Shqipëri, në botë jemi ne. Nuk ekziston shtet tjetër në Ballkan. Avokat, më i mbaruar se ne. Jam shumë dakord me ty te pjesa që mund të ketë prekur interesat e shtetit grek. Dhe pyetja ime ishte, po disa personazhe në Shqipëri që prekin interesat e shtetit shqiptar, që mbrojnë interesat e Greqisë, pse shteti shqiptar nuk merr masa ndaj këtyre, se kemi shumë persona që dalin në media dhe flasin pro Greqisë, siç mund të ketë bërë Artan Hoxha që ka folur kundër Greqisë. Po pse po e diskuton në këtë formë? Diskutoje shtruar, avash. Po. Që, pra, nëse nuk kanë interesa, këta nuk bajnë asgjë. Kur kanë interesa, shpikun dhe flasin gjithë çfarë dush. Pra, atëherë, a quhet gazetar ai? Kjo është një pyetje që po ta bëj unë ty. A quhet gazetar ai apo jo? Jo, shiko, unë po të bëj një pyetje tjetër, që mos ngatrohemi. Unë po të flas. Në Shqipëri, siç ti thua që Artan Hoxha ka prekur interesa, që prandaj ka ndodhur kjo. Në Shqipëri ka persona, individ të cilët mbrojnë nga mëngjesi deri në darkë Greqinë dhe shteti shqiptar nuk merr asnjë mas për t'i shpallë në ngrada. Dhe shteti shqiptar pse nuk në ngrada, më është edhe i herë, prandaj thash interpretimi i kësaj situate. Çfarë do thot more në mbrojtje shtetin grek apo kryve ca veprime në kundërshtim me interesat e shtetit grek. Po pra, për shembull Artan Hoxha. Po dakord, po kush do merrte masa për Shqipëria? Jo, po Artan Hoxha për shembull ka qenë një ndër zëra që ka qenë kundër Fredi Belerit. Po. Dhe ndoshta unë jam pro Fredi Belerit. Ta them unë pse? Sepse ishte në skenim. Gjitha ajo ishte në skenim. Tani, ma thuj mu, jam unë me grek tash si mas të jetë. Jo, më zotëri. Pra, nuk funksionon ligji, nuk funksionon asgjë në Shqipëri. Pra, gjitha veprimet e kryer me kryetarin e bashkisë në Himar, ishin të skenuar nga policia e shtetit. Ta jap me 100%, ta lërë ku do të fusin hetime sa herë të do, e ke 100% këtë që po të thamon. Tani të më thonë mu që ti je pro grekëve. Jo, më zotëri, s'jam pro grekëve, as jam për ligje. Dhe në qovë se ti duhet me nësh mirë, kur ke një ligj të pa shfuqizum me shtetin grek, nuk mund të pash gjona si mas shefit dhe dëshirës tane. Pra, ti ke ala ligjin e luftës. Kur ke një ligj lufte, nuk mund ta mbrosh Shqipërinë kundër Greqisë? Po si do ta me luftë, me armë? Jo me luftë, ta mbrosh me mendime. Qofse ti. Po cili është veprimi që ka bë Artan Hoxha që Greku ka shpall? A mund të ma thot kush? Një ndër veprimet është një që ka denoncuar, po themi Fredi Beleri në masakrën që ka ndodhur në Peshkëpi, për shembull. Po çlidhe, po pikërisht po kjo është, prandaj po them që edhe gjithë po them 50% e shqiptarëve më thonë tash, a doni me marr në shtetësi greke, a doni shqiptare, po ta jap 100% që të gjithë largohen nga Shqipëria, me këtë qeveri, me këtë ignorancë që ka me Shqipëri. Atëra janë grek ta janë hallëxhi, më zotëri, nuk janë grek. Nërsa ngjarja që ka ndodhur në Peshkëpi të atyne, është një ngjarje që kishe interesa, aty i ka marrë të gjithë së bashku, aty ti e din që janë vra, sa vetë janë vra në atë zonë. Pikërisht. Po, pikërisht po, kush i vrau? Kanë hyrë grek me armë në Shqipëri. E ku është Shqipëria? Po këto ku janë kushtarët e Shqipërisë? Po ku janë në Shqipëria? Po vjen tjetër të vret në Shqipëri, edhe ti nuk bën asgjë. Shteti pra, ku është shteti? Këto po them dhon. Po pikërisht po se s'ka shtet. S'ka shtet dhe nuk i mërën. E din një gjë më të fortë, po ta them që ta kuptojnë gjithë shqiptarët. Para disa vitesh, pra Marokën në Itali
ishin të mbrojtur nga shteti i tyre. Kush është shteti marokian e kush është shteti shqiptar? Për shqiptarët asnjë nuk bëte asnjë veprim. I merrin shqiptar në përkam në Itali në atë kohë. Dhe thonin, sa po ndodhte një ngjarje, thonin, hajtë se mundet ishte shqiptar. I vetmi gazetar që ishte ai Zgarbi në atë kohë, që mbrojti shqiptar dhe tha mos i akuzoni shqiptar për këtë gjë, sepse ju thoni mundet të jetë shqiptar dhe ka ndalë gjithmonë italian. Pra as edhe një herë nuk ka në vërtet thënia e tyre. Ndërsa në Shqipëri nuk të mbron që shteti shqiptar s'mban ty ose s'mban mu këtu në përzyra, në për kështu. Shteti shqiptar është shteti më grabiçar në botë, veç me vu taksa, me të marrë lek, edhe ku jam manë në botë që shtetit luftojnë me biznesmenet. Ma thuj një vend në botë që biznesmeni është personi që manë shtetin kam. Dhe ai e lufton në Shqipëri. E lufton me një mënyrë apo me një tjetër. O me jam marrë lek me rrugë pista, që me pagu 20% qatë për ndërtime, pallate e gjana tjera, ose me i rrit taksat e me e gjobit. Si që ja bani njërës dhe kadrës, në qose e keni parasysh, që vetëm se nuk donte që ta kishte kundërshtar, gjoba e të në më të zezat. Pra, këti mund t'i themi shtet. Kur nuk mund t'i themi shtet. Pikërisht, dolëm aty ku thash dhe unë, që si ka mundësi që shteti nuk mbron interesat e veta. Pra, nuk është faj... Po të vetat, po jo Tartan Hoxhës. Shteti nuk mbron interesat e gazetarëve që flasin budalliqe nga mjesit. Nëse gazetari në një moment caktuar, s'po flasim për emra, le të kalojmë nga emrat, në një moment caktuar mbron shtetin shqiptar kundër një mendimi që ka një shtet fqin, sidomos Greqia ose Serbia ose ku diun. Pra, a duhet ta mbroj shteti shqiptar këtë gazetarin? Ose një individ tjetër që të thotë të ketë një deklaratë. Do isha shumë dakord ashtu që thuti, po nuk është ashtu krejtësisht që thua ti. Por është që shteti shqiptar dhe çdo vend botë janë të ndara situatat dhe kush e mbron shtetin dhe kush bën analizën e shtetit. Pra, a do ta bëjnë politika apo gazetarët? Jemi këtu në pikën kyçe. Pra, a mundet që një gazetar të bëjnë politikën e shtetit shqiptar? Është shumë e vështirë, se nuk ka sens, del jashtë vetes. Ai mund të nxjerrin fakte, prova, të cilat i bën publike në qoftë se, por jo se mundet me marrë shtetin mbrojtje këtë që bën veprime të natyrës gazetareske interesante ose me interesa ekonomike. Dhe si mund bëhet palë shteti me një gazetar, po marrim një shembull, që bëhet që jep një informacion ose nxjerr disa dovana në kundërshtim me interesat dhe të pabazuara dhe për interesa ekonomike. Atëherë, ç'a mund thonë, mund t'i dalin zot shteti shqiptar këtij personit? Jo, s'ka si, se s'mund bëhet palë me te. Në qovë se shteti shqiptar e ka hetu që këto diskutime të këtij gazetari duhet pjetra dhe shkolla, dreqe e biri, s'ka rëndësi. Bëhet për interesa ekonomike, çdo shteti më u përzim me këto punë. Shteti për të duhet marrin masa, duhet hapi një proces penal edhe për Artan Hoxhën, edhe për Nduë Pjetrën, edhe për X-in e Y-in, për me hetu o zotëri, ti po flet do budalliqe ose të vërteta. A ka mundësi të i sjell ashtu? Se nesër do përballna me shtetin tjetër për këto forma, me sill dokumentat, me ku je bazuti për këtë, që ne ti kemi dhe ne ti jemi të mbrojtje tane, çose është e nevojshme. Po ju të dalin shtetin mbrojtje të gazetarit, kur ai bën këto veprime të kundërligjshme. Në dijenin tim Artan Hoxha dosin ka publikuar avokat. Nuk e di fare, unë thëmë duhet kem, unë arsyeja pse shteti i tjetër, komshi, cili do t'jetë, Malizi, Macedonia, Greqia, kush do që t'jetë, nuk ka rëndësi, por ama për të ba një veprim që të hahet një gazetar me një shtet, më duket nonsens. Cili është interesi që ai e bën? Ma thuj një gazetar që mund të bëjë një veprim të tillë patriotik të kësaj natyre, kurrën e kurrës, sepse çyn mjes që del drita deri në darkë, në Shqipëri vetëm shpifin, vetëm flasin budalliqe, japin informacione nga më të ndryshmet, rrena, mashtrime, në mënyrë që të marrin lek qytetarëve ose personave që janë të interesuar. Një postim më saktë që ka bërë ambasada amerikane ku thotë që disa antarë të gardës së Republikës janë marrë në SBA dhe po trajnohen. Antarët e gardës së Republikës mbrojnë prokurorët e SPAK-ut.
Si e shikoni këtë lëvizje të Amerikës që po trajnon, po themi, gardistë që mbrojnë prokurorët e Spakut? Pra pritet në lëvizje më e fortë në Shqipëri që po trajnon gardistët? Tani, më urshu gjithë bota me më thanë një gjë, unë nuk ja besoj për faktin se pritës nuk i shpëton asnjëri. Tani, unë nuk mund vi të godas ty nëse ti nuk më ke rënë qaf. Por nuk do thot që ti si prokuror më ke rënë qaf mu se po më heton. Aja është detyra ma patriotike dhe çdo shqiptar e din që prokurori nuk shkon në ekstrem asnjëherë. Pra, ai heton dhe aftësia dhe profesionalizmi i tij është që të hetojnë sa më shumë, gjejnë prova sa më të mëdha dhe sa më të mundshme. Por nuk besoj që ka dalë një person sot që ti thot mos me heto, mos ndjek mrapa, sepse prokurori atë punë ka. Nuk ka asnjë punë tjetër, vetëm për të hetu palët. Dhe sa më shumë prova që të mbledhin prokurori, as më shumë e krijon bindjen për të shkuar në gjykat për të marrë një masë të cilën ai e mendon dhe e konsideron të nevojë. Por asnjëherë nuk e dim në Shqipëri që mund të kenë shku në ekstrem asnjë prokuror ose asnjë gjyqtar. Në qoftë se e ke marshin e dënimit nga 10-20, asnjëherë nuk të ka dhënë 20, të ka dhënë 15, 16, 17, por 20 që s'ta ka dhënë. Pra atjena, pse duhet i bie në kushën qaf prokurorit për një veprim të cilin e ka mrena kornisë ligjore dhe nuk i bjen askush. Tani nëse kanë marrë me stërvit ose me marrë bodyguard, tani sot nëse ka popull ma inteligjent se shqiptarin, asnjë vend në botë nuk e ka. Dhe nëse ka ma që i japin jetën kur është e nevojshme, si shqiptar, si bodyguard shqiptar nuk ka asnjë më të zellshëm. Por kur personi i vën pritën dhe ndan menen me vra, nuk e pyet fare, ti je me 20.000 vet. Këto fakte janë të rregull dhe janë pa në çdo rast në Shqipëri. Kur e ke da menen, ne kemi rastet e gjyqit të Fierit, ke rastin e Tiranës, rastin që thot o zotëri, në sallë gjyqit ka thënë, unë do të dal prej burgut. Aty ku më ke dëmtu, do të dëmtoj. Në aty në atë vend, ashtu ka ndodhur. Po çka ka bën ky shtet nëse do ishte? Asgjë. Pra, nuk e na lën dot kush pritën. Prita metet prit. Dhe ti trajnojnë sa don, dhe thonë sa don që i trajnome, por nuk është se munden që nëpërmjet trajnimit po ruajnë prokurorët e gjyqtarët. Nuk është ai prokuror, është tjetri. Sa është tjetri, është tjetri. Ec përpara, nuk është se do ruajnë prokurorin mos ta vrasin, sepse do ngrihen akuza për njërin apo tjetrin. Nuk ka arsyetim ky. Edhe ai që e ka menu për me këtë formë, e ka krejtësisht gabuar. Sepse nuk ruhet krimi me këto forma. Avokat, po pse kjo lëvizje? Pra pse i kanë marrë gardistët dhe i kanë çuar në SBA për trajnim? Çfarë po mendon Amerika? Po nuk është më këto janë supozime për mua, janë supozime që s'kan një bazë ligjore. Po merr bodyguard tani për mua, nëse don që funi i funit të njerëzve të shkolluar janë policia private, bodyguardat edhe roje policëroje që janë në rojet e objekteve. Këto janë funi i funit të shtresës. Ati çfarë dush bani ashtu ngel. Edhe ai bodyguard çfarë dush bani, mësojnë 100.000 teknika, nuk kur do me të vra, ata vran kryeministrin në Serbi, mes të qytetit, po ku kishe na lënë vrasjen. Të janë gjitha muhabete që me tensionu situatën kot. Se janë prokuror. Po çfarë fajt ka prokurori? Do ta ruajnë prokurorin. Po kush e ruan prokurorin kur e do me vraskush? A është një mesazh që nesër pas nesër, siç është pezulluar Balluku, mund pezullohet edhe kryeministri? Më mund pezullohet, po unë po të them që nuk ka bazë ligjore për pezullim. Nuk ekziston. Ti mund ta shkatrosh shtetin fare mirë, mund të bësh çfarë dush me shtetin, por nuk ka bazë ligjore. Mungon baza ligjore, mungon kushtetuta për kryer këto veprime. Nuk mundet një prokuror të zgjidhë qeverinë. Po çfarë sensi ka kjo? Nuk je ti burrë mirë ti kryeministër, do të cakton një tjetër se ky s'na duhet gjatë.
sa është ai brut a kriminal. Po ku funksionon ma? Funksionon ku? As në vitet e 30 që kanë qenë nuk funksionon kjo gjë. Si mund të thush ti pezullot kryeministin? Kush? Një prokuror i kujt të qoftë. A u bën gjithë ajo akuzat për shtëpinë e Verrët. Ai prokurori Dik Martina, çfarë ishte ai? Çfarë do bëjnë ai me rrezu qeverit? Pa jo, nuk funksionon. Pra, ky është mentaliteti dhe interpretimi i gazetarëve në Shqipëri që ngatrojnë dynjan me këtë situatë. Avokat, çfarë ndodh nëse gjykata kushtetuese thotë që pezullimi është i drejtë? Tani, në qoftë se thotë gjykata kushtetuese çdo gjykatë në botë. Nëse gjykata kushtetuese nuk del me këtë që po themon, atëherë duhet me marr malet, jo fushat ma. Nëse gjykata kushtetuese nuk thotë që veprimi i prokurorit është në kundërshtim pa bazë ligjore për pasaportën, dhe për pezullimin. Ka sa dush mekanizma tjera. Ka sa të dush është zotëri, hetoj e qeshtjen, myllë qeshtjen për 1 muaj, 2 muaj ti provat i ke. Çoje në gjyq, denoje, çfarë do të bëjmë pastaj? Po nuk do nda, janë të implikuar edhe këta me këtë situatë. Dhe nuk ka asnjë arsye tjetër. Ti jam unë prokuror tani, e hetoj qeshtjen, s'kam nevojë fare mas, ç'm duhet masa, po mi ku na jo? Ti shkon siç ke marr këto, shkon me rrezita provat në të gjitha institucionet, se maksimumi 3 ditash, ngarkon gjithë punojës të BG-s, majnë dispozicion ministrinë mos dalë as i dosje, kryej veprimet, mbledh i dosjet, shkon, shpejt e shpejt bën hetimet, ikën gjyq dhe ndaje pse do bëjnë gjithë këtë rrëmuj kot, pa të pezulloj, pa të çaj, pa të marrë arrest shtëpie, pa të fosën burg, pa hajde 2-3 paraqitje, janë gjitha interpretime për menimin tim të pa mbështetuna as në ligj, as në njerëzjellëk. Nuk ka asnjë arsye që të merret kjo mas qoftë për atë, qoftë edhe për një drejtë, apo ti ke interes me Iran të lirë, se vetëm aty kur është i lirë zbulon provat. Avokat, pra sipas jush Spaku po bën show pasi ka 2 vjet që e ka si çështje, për 2 vjet Spaku mund të kishte mbledhur gjitha provat dhe tani mund të ishim në fazë, po themi gjyqi, s'kishte nevojë që të merrej me masa, me detyrim paraqitje, me pezullim nga detyra. Pra, duhet të ishte më konkrete që të eliminojë gjithë kjo shfaqje. Kjo është ideja jote. Po kjo është shfaqje e inskenume në bashkëpunim me qeverinë shqiptare për menimin tim. Sepse po dush me hetu, nuk ke nevojë fare me diskutu me askën. Pse do ja japin gazetarit, pa themi prokurori, një hetim të tillë. Por ne këtu, pra nga që nuk kemi prova për me mbledh, dhe nollë në Shqipëri që përpara të arrestojnë, që nëpërmjet arrestimit të mbledhin prova, nollë një gjë në Shqipëri që s'nollë në asnjë vend në botë. Ma thuj një vend në Amerikë që dikush pra arrestohet pa prova? Kam dyshime, po s'qëm duhen dyshimet, mu s'më interesojnë dyshimet, mu më intereson prova. Ti ke tëra mundësit, si prokurori, si Spak, me mbledh të prova. Në momentin që i ke mbledh, ke bë analizën dhe ke arrit një konkluzion që personi duhet dënuar. Ngrit akuzën, njofton akuzën, shkon gjyq me 10 ditë, 15 ditë. Dhe s'ke nevojë fare me diskutu, jo du me të kap. Ai thuhet kuj, një gjë se du me të kap, Du me të kap, po ti më shef provat, ku më shef provat? Te ministria. Pra ti edhe e paralajmëron se ku do më fsheh provat dhe i thu shko fshehi këto prova se do të zë, e kupton pra është nonsens. Por ama ne e çdim shkret shqiptar dhe bëjmë këtej në mënyrë që çfarë po bëhet? Spaku burrë mirë spa. Po çfarë lidhje ka më? Do me bëj hetimin, e bën hetimin dhe veç nxjerr ditën e funit, nxjerr urdhrin e ndalimit edhe marrë punë. Avokat, kur thoni që Spaku po themi po inskanon me qeverinë, keni parasysh edhe kryeministin Rama, pra mund të jetë një lloj marrëveshje e heshtur me Spaku dhe krejt qeverisë? Kryeministin Rama as mund të arrestojnë as Spaku, as një përveç mekanizmave të Amerikës, në qoftë se ajo ka domenën për të kryer një veprim, iko e punë është masë e sigurt që arrestohet. Por arrestohet pasi të bëhen gjitha hetimet edhe pasi të bëhen mas 4 vjeç, si thonë, që mund të lëvizin. Pasi mbaron mandati. Pasi mbaron mandati, po.
të arrestosh një kryeministër, do të arrestosh në flagrancë. Cila flagrancë e kryeministrit? Ka një flagrancë? Qofse ec me makinë dhe ka zoni njeri, edhe aty është do rregullohen se do i thonë atij tjetrit që na fale na bën në akte, pra do pajtohen. Pra nuk ka as edhe një sens që të çohet një prokuror dhe të thonë që rrezullimin nga detyra të kryeministrit. Se një lloj është, pse ka shku deri te zëvendës kryeministri, ka shku me pretendimin te ministri, sepse zëvendës kryeministri nesër nëse Rama nuk ka në Shqipëri, do delegojnë zëvendës kryeministri. Dhe zëvendës kryeministri është kryeministri i Shqipërisë për një kohë sa ka delegimin që kryeministri nuk ka në Shqipëri. Ata e kanë bën një soi prove për ta realizuar në gjë, po është e pamundur dhe por që mund të arrestohet edhe Balluku pa marrëveshje të Edi Ramës nuk ka sens, nuk shkon. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Ishte kënaqësi si për. Faleminderit juve.